Për të 4 vit radhazi në fshatin Bilq u organizua festa e ullinrit. Banorët ekspozuan produktet e tyre, ullin, vaj ulliri dhe ushqime tradicionale. Banorët festuan së bashku në tingujt e muzikës, duke shijuar vjeljen dhe produktet e stinës. Por edhe pse në fest, fermerët adresojnë shqetësimet e tyre. Prodhimi ka pësuar një rënje drastike për shkak të uljes së temperaturave gjatë çeljes së lules së ullinrit dhe infeksioneve të ndryshme. Prodhimi është nën mesatare në mundshme. Po pse? Faktori klim, faktori punë, mos marrje e informacionit dur për të luftuar tej në momentin e realizimit. Berati njihet si një nga zonat më të rëndësishme të prodhimit të ullinrit në Shqipëri, ndërsa vetë fshati Bilq numëron rreth 270.000 rënjë ulliri në zonën kodrinore.